Edhe jetët këndova pastaj ashtu me emocione, me gjëra. Ajo që kemi pa gjithë në televizor. Ajo që keni parë gjithë, që mund ta shikoni prapë. Parë, po, e keni. Aty ata e kuptuan atë botën time, më dhanë mundësinë për mtutje se performanca e parë ka qenë shumë e pasigurt. Unë isha i pasigurt, isha emocionuar maksimum. I ke kënu ikon këtë Mark Anthony. When I Dream at Night. Po nuk e di efekti që më dha ajo gjëja, domethënë pavarësisht se kisha qenë me Julianën në 99 në festival apo në feste. Thjesht ideja që isha përballë Kaçinarit, Saracit, Zani Çiko, Kristi Popa, Zerina Kuke, po. I dhujtë mi domethënë. Po e thash. Domethënë ta vaj tronditin. Sa dua këtu thash, e ke po shkoj ku është banjo ti i bëj qiqin. Ishte një gjë shumë e bukur, e paharrueshme, nga e cila jam sot, edhe për cilës jam sot këtu besoj normalisht. Sa ajo ishte fillimi i karrierës time artistike dhe jam gjithmonë mirënjohës Adi Krasës dhe gjithë stafit për mundësinë që më dhanë.